Shqipëria e fundit në Europë për fuqinë blerëse, i njëjti çmim, por një popull që paguan shumë fish më shtrenjtë. Nëse do të duhej të shpjegoj me një figurë të thjeshtë se çfarë do të thotë kur një vend renditet i fundit në Europë për fuqinë blerëse, ndoshta nuk do të duheshin as tabela, as statistika të lodhshme, as grafik ekonomik. Do të mjaftonin 2 fëmijë në një klasë. Njëri merr 10 euro në muaj. Tjetri merr 43 euro. Mësuesi u thotë të dyve se libri kushton 10 euro. Për të dytin është një shpenzim i menaxhueshëm. Për të parin është i gjithë muaji. Pikërisht këtu qëndron edhe thelbi i tragjedisë shqiptare, jo vetëm te çmimi i një produkti, por te raporti brutal mes çmimit dhe asaj që qytetari ka në xhep. Sepse ekonomia reale nuk matet me fjalimet e pushtetit. Nuk matet me konferenca, me slogane, me tabela optimiste apo me propagandë televizive. Ekonomia reale matet te pyetja më e thjeshtë e mundshme: sa mund të blej njeriu me paratë që fiton? Sa i mjafton paga? Sa e përballon jetën? Sa shpejt i mbarohen të ardhurat? Dhe këtu Shqipëria del jo thjesht dobët, por turpshëm. Të jesh i fundit në Europë për fuqinë blerëse do të thotë që qytetari shqiptar, edhe kur përballet me çmime të ngjashme me vendet europiane, i ndjen ato si barë shumë më të rëndë. Do të thotë që i njëjti produkt, i njëjti shërbim, i njëjti litër nafte e godet shumë më fort xhepin e shqiptarit sesa xhepin e një europiani tjetër. Do të thotë se varfëria nuk është thjesht mungesë të ardhurash, por pamundësi për të jetuar normalisht në një treg që të detyron të paguash thuajse si Europa, ndërsa fiton si periferia më e dobët e saj. Kjo shfaqet në mënyrë të pamëshirshme te nafta. Çmimi i saj në Shqipëri është prej kohësh pranë niveleve të vendeve më të zhvilluara të kontinentit. Në pamje të parë, diferenca mund të duket e vogël. Por ekonomia nuk lexohet me sy, lexohet me peshën që ka mbi jetën e njeriu. Një qytetar në Gjermani mund të paguajë pothuajse të njëjtin çmim për litrin e karburantit si një qytetar në Shqipëri, por kjo nuk do të thotë as pak se të dy paguajnë njësoj. Përkundrazi, njëri paguan me një pjesë shumë të vogël të ardhurave të veta, tjetri me një copë të dhimbshme të muajit. Kjo është diferenca mes çmimit dhe kostos reale. Çmimi është numri në tabelë. Kostoja reale është sa punë, sa djers, sa minuta apo orë jete i merr qytetarit për ta paguar atë numër. Dhe pikërisht këtu Shqipëria është në fund. Shqiptari paguan më shumë jo sepse etiketa është domosdoshmërisht më e lartë, por sepse paga e tij është shumë më e ulët. Ai nuk blen me euro abstrakte. Blen me orë pune, me sakrifica, me heqje nga tavolina, me pamundësi për të kursyer, me frikën e fundit të muajit. Kjo e bën edhe më cinike sjelljen e pushtetit. Në vende të tjera europiane, rritja e çmimit të naftës apo e kostos së jetesës shihet si alarm social. Qeveritë ndihen të detyruara të ndërhyjnë, të lehtësojnë barën, të ulin taksa, të subvencionojnë sektor të goditur, të kuptojnë se rritja e kostove nuk është statistik, por krizë për familje. Në Shqipëri, reagimi shpesh tingëllon si tallje me qytetarin. Në vend të masave reale për të mbrojtur fuqinë blerëse, qytetarit i kërkohet të durojë, të shtrëngojë dhëmbët, të punojë më shumë, të bëjë edhe një turn tjetër, sikur problemi të ishte mungesa e përpjekjes dhe jo deformimi i vetë sistemit. Kjo është pika ku propaganda bëhet thyese. Sepse si mund t'i kërkosh një populli që mezi mban gjallë muajin të punojë edhe më shumë, kur vetë struktura e ekonomisë e ka vendosur në një garë të padrejtë? Si mund t'i flasësh për rritje, zhvillim dhe sukses, kur ai paguan karburantin, ushqimet, qiran, ilaçet dhe faturat me një peshë që nuk krahasohet me asnjë vend normal europian? Si mund të pretendosh se ke ndërtuar ekonomi moderne, kur qytetari i zakonshëm vazhdon të jetojë me logjikën e mbijetesës? Fuqia blerëse është ndoshta treguesi më brutal, sepse nuk pranon stolit e propagandës. Ajo e zhvesh realitetin deri në kockë. Tregon sa vlen në të vërtetë paga. Tregon sa i fort apo sa i pambrojtur është qytetari përballë tregut. Tregon nëse rritja ekonomike, nëse ekziston, ka zbritur të njerëzit apo ka mbetur në maj, të një pakicë që pasurohet ndërsa shumica numëron qindarkat. Dhe këtu del problemi më i madh i modelit shqiptar. Ekonomia mund të prodhojë shifra, por nuk po prodhon drejtësi sociale. Mund të prodhojë fasad, por jo siguri. Mund të prodhojë ndërtime, koncesione, qarkullim parash e fitime për grupe të caktuara, por jo lehtësim për qytetarin që mbush makinën, karrocën e supermarketit apo frigoriferin e shtëpisë. Mund të prodhoj pasuri për pak duar, por jo fuqi blerëse për shumicën. Për këtë arsye, vendi i fundit në Europë për fuqinë blerëse nuk është thjesht një statistikë e keqe. Është akt akuz. Është dëshmi e një modeli ekonomik që nuk funksionon për shumicën. Është pasqyra më e qartë e një shteti që ka dështuar të mbrojë qytetarin e vet nga padrejtësia më e madhe ekonomike, të paguash thuajse si Europa, ndërsa jeton me të ardhurat që nuk të lejojnë as të marrësh frymë. Dhe kjo bëhet edhe më e rëndë kur krahasimi shkon deri aty sa Shqipëria del më keq në fuqinë blerëse edhe se vendet që përballen me luftë, shkatërim dhe pasiguri ekstreme. Ky nuk është thjesht tregues varfërie. Ky është tregues turpi politik. Sepse kur një vend që nuk është në luftë, që reklamon stabilitet, turizëm, investime dhe rritje, arrin të lërë qytetarin e vet me më pak fuqi reale blerëse se sa vendet të rënuara nga konflikti, atëherë problemi nuk është fati. Problemi është qeverisja. Në fund, shqiptarit nuk i intereson shumë si quhet teoria ekonomike që e varfëron. Atij i intereson fakti që po punon shumë dhe i mbetet pak. Që paguan shtrenjtë gjërat bazë. Që çdo mbushje karburanti, çdo faturë, çdo qese ushqimesh i merr një copë disproporcionale të ardhurave. Që e njëjta jetë që për një europian tjetër është e lodhshme, për të është raskapitse. Dhe pikërisht këtu duhet thënë pas bukurime, Shqipëria nuk ka krizë vetëm çmimesh. Shqipëria ka krizë dinjiteti ekonomik.
Ka një popull që po paguan koston e plot të një tregu europian me paga që nuk janë europiane. Ka një shoqëri që dëgjon për sukses, por jeton dështimin në ark, në karburant, në market dhe në fund të muajit. Prandaj, kur flitet për vendin e fundit në Europë për fuqinë blerëse, nuk po flitet për një renditje të ftohtë. Po flitet për jetën konkrete të miliona njerëzve. Për kohën e tyre. Për punën e tyre. Për lodhjen e tyre. Për faktin se i njëjti litër nafte, i njëjti çmim, për ta nuk është thjesht karburant. Është një pjesë më e madhe e jetës së tyre që digjet në një ekonomi që nuk u kthen kurrë mbrapsht me drejtësi. Dhe ndërsa Europa përpiqet të mbrojë qytetarin nga goditjet e tregut, në Shqipëri qytetarit i thuhet të mos ankohet, por të punojë edhe më shumë. Ky nuk është vizion. Kjo është dorëzim i shtetit përballë barës që vetë ka ndihmuar të rëndojë mbi shpatullat e njerëzve. Sepse një qeveri që përballë rënies së fuqisë blerëse nuk gjen zgjidhje tjetër veç se t'i kërkojë popullit të punojë edhe një turn tjetër, në thelb po pranon diçka shumë të rëndë, se nuk ka ndërmend ta lehtësojë jetën e qytetarit, por vetëm t'i kërkojë të mësohet me padrejtësinë.